Sot në Kafe me Lolitën kemi të ftuar një zonjë nga e cila duhet vetëm të mësojmë e të mbajmë shënime, sidomos kur bëhet fjalë për të ngritur zërin ndaj padrejtësive që na prekin çdo ditë. Nga këndvështrimi im, pra nga Maja e Vidkuqit, maksimumi qëndresës që ne bëjmë është ju vi rënd. Por ti Luciana shkove për te fjalëve drejt veprimit. Mirë se erdhe, dashur. Faleminderit për ftesën dhe mirë se u gjeta. Tani Luciana, kush është gruaja pas kësaj qëndresa? Na trego pak për jetën tënde dhe rrugtimin nga emigrimi deri në kthimin në Rrjall. Gruaja është Luciana, që ka lindur në Bajst, Malësisë Madhe. Është larguar nga atje në moshën 12 vjeçare dhe është vendosur në Tiranë për të ndjekur shkollën. Ishte viti që motrat mjet fillon universitetin dhe babi tha që unë vetëm ja pasuri që do i lej shkolla dhe nuk kishte dëshirë që të shkonin për konvi kështu dhe mendonte që të jem afër vajzave që t'ju jap shkollën, erdha në Tiranë, vazhdova shkollën, pastaj edhe punën, normalisht duhej dhe të punonim. Dhe në moshën 26 vjeçe jam njohur me Tim Shoq nga Velipoja, nga Rriolli, dhe jam kthyer për të jetuar atje me bashkëshortin tim. Pastaj vendosëm që të largohemi nga Shqipëria, duke qenë se kishte shumë vite që kishte nga Shqipëria dhe ishte rikthyer me idenë që mund të bënte diçka në Shqipëri, nuk e gjeti veten dhe vendosëm që të vazhdojmë jashtë për të ndërtuar familjen tonë. U detyruam të kthehemi sepse kemi një emër shumë të madh aty, është një sakrificë shumë e madhe të parëve të burrit tim dhe besojmë që është obligimi jonë që ta mbajmë dhe ta mbrojmë ato që është me drejtë jona. Çfarë diti për origjinën e pronës? Si është fituar nga të parët tuaj ose të parët e burrit tuaj? Se thonë që banorët kanë jetuar në Kodër dhe jo në Bregdet. Atëherë është interesante si histori. Gjithë vija bregdetare e Shqipërisë nga Velipoja deri në Kep Trodonit banohet nga malësor. Malësor të Malësisë Madhe, sepse domethënë nuk është sa quhen malësor siç janë gjithë veriorët apo njerëzit që jetojnë në zonë nëpër Malësi, nëpër male, ne quajmë veten malësor sepse vim nga Malësia e Madhe dhe jemi praktikisht një racë siç janë Mërditor, Dugagjin, Stropojan, malësorët janë malësor. Nuk ka një epitet, një mbiemër tjetër përveç malësor. Dhe gjithë kjo vija bregdetare banohet prej malësorësh prej shumë vitesh, me shekuj e shekuj. Malësorët e fundit që janë në Kep Trodonit kanë mbi 400 vjet që kanë rënë aty. Këta kanë ardhur nga Rriolli i Malësisë Madhe dhe fshatit i kanë vënë emrin e fshatit nga ku kanë ardhur. Pra dhe emrin Rrjoll është pagzuar nga vetë banorët, kanë marrë emrin e fshatit nga ku vinin dhe kanë vendosur si fshati. Unë kam dokumenta që 1923 që janë bërë blerët e para nga malësor aty dhe janë bërë blerë tek malësor. Pra ta ishin aty. Kanë qenë malësor që e kanë blerë, kanë shit, e kanë përdor fillimisht për kullota verore. E kanë përdor për kullota baktiti lëviznin gjatë dimrit i mbanin nëpër Bregdete, verës i gjonin në Bjeshk, ato nëpër Malësi të lartë dhe janë përdorur fillimisht shumë. Pastaj me kalimin e viteve kanë vendosur që të vendosen për të jetuar aty. Dhe familja burrit tim ka ardhur aty për të jetuar që në vitet 1920. Dokumentet e para që datojnë tek familja jonë, te familja bashkëshorit tim janë dokumentet e vitit 1930. Ku ne kemi bler pronën nga familja Jukaj. Familja Jukaj ka qenë një familje që ishte me pushtet në kohën, ka qenë ministër në kohën e Zogut, Musa Juka, dhe ne pronën kemi bler nga fëmijët e Musa Jukës. Janë dokumenta që janë për arkivat e shtetit shqiptar që banorët e Rriollit kanë zhvilluar një gjyq për 7 vitesh me familjen Jukaj, sepse aty është bërë një hile, duke përfituar nga padia fshatarëve, duke përfituar nga mungesa e arsimit. Ju është premtuar diçka tjetër, ju është bërë diçka tjetër dhe puna ka kaluar në emrin e Musa Jukës dhe këta janë detyruar ta blejnë. Madje kanë bler 2 herë tek familja Jukaj. Herën e parë familja Jukaj u ka shit si kullot 1 vjeçare. Dhe banorët nuk e kanë pranuar, ata kanë marrë dokumentat me justifikimin për t'ju bërë dokumentat, për t'ju bërë favor, por në të vërtetë ata kanë kthyer punën në emrin e tyre. Dhe banorët e kanë paguar një herë familjen Jukaj për të bërë dokumentat tokës. Pastaj, mbas një viti këta po prap dolën pa pronë sepse kishin marrë 1 vjeçare kullotën dhe u detyruan edhe një herë ta blenin. Ne kemi bler 1930-ën dhe dua të them këtë gjë se shumë e rëndësishme. Te transkripti i vitit 1930, Det Kola, stërgjyshi i burrit tim, blen
tokën nga familja Jukaj, por kufitar në veri është vetë ai. Pra ai blen një pjesë afër Bregdetit dhe nga ajo tokë në mal ishte vetë ai kufitar, ishte vetë ai pronar në dokumentet e kohës. Pavarësisht se sot mund të jenë ndjek regjistra, janë ndjekur, janë fshirë, janë grisur, këtë nuk di ta them, por shumë regjistra nuk gjenden. Ama këto dokumente ne kemi ruajtur më shumë për sakrifisën për shtëpiat tona. Dhe kjo është origjina e pronës. Pastaj në vitin 1946, kur është bërë reforma nga shteti i diktaturës, neve na është marrë prona nga diktatura. Dhe i gjithë fshati e ka emrin te lista, është një listë që sot e gjen tek arkiva hipotekore e prefekturës Shkodrës. Unë kam shkuar atje, kam marrë vetëm për familjen time, por prek moda zotron një listë që e ka marrë në një proces gjyqësor të gjitha fiseve, të gjithë familjarëve që janë shpronësuar, domethënë ju është marrë prona dhe ju është dhënë pronë tjetër nga reforma, dhe zotron listën për gjithë fshatin dhe aty ne kemi gjithë emrin. Është gjyshi burrit tim, janë gjithë fshatarët e tjerë që e kemi emrin. Zotria që ka falsifikuar letrat nuk është te kjo lista. Si mund është ti të thua, shkova dhe mora pronën që ja mori shteti diktaturës të parëve të mi, kur të kjo dokumenti, që është dokumenti që vërteton marrjen e pronës nga shteti diktaturës, ti nuk e ke askund emrin. Ky është një hendek shumë i madh që shpresoj që drejtësia do japi drejtim se si ndodh. Tani vim tek koha sot aktuale. Nëse do t'ja shpjegonit këtë histori dikujt, si për shembull andej nga vijun që maksimumi i veriun e Shqipërisë konsiderojnë Librashtin, si do t'ja thonit me pak fjalë situatën tani, domethënë origjinën e kuptuam, por sot kush është problemi, si lindi ky konflikti? Zotria ka ardhur, historia që kam dëgjuar unë, se unë jam nuse aty, ka ardhur për herë të parë te familja kur Rrimi ishte gjallë, ka ardhur dhe ka thënë ne kemi disa varreza në tokë. Janë disa varreza me shkrimë otomane, shumë të vjetra. Gojdhënat në përfshat flasin që ato varreza janë varreza ushtarsh otoman, dhe nuk dihet që kishin trashëgimtar dhe janë respektuar, janë mbruajtur me idenë që këto varreza nuk dihet se të kujt janë, edhe se është ndryshe që unë kam varrin e gjyshit tim dhe shkoj unë kujdesen për të mirëmbaje, pastroje, gjitha këto. Ndërsa ato duke qenë se nuk ka një trashëgimtar që vjen dhe kujdeset për ta, detyrimi moral i banorëve ka qenë që t'i respektojnë dhe t'i ruajnë. Dhe kështu janë mbrojtur ato varreza. Ai ka ardhur dhe ka thënë këto janë varrezat e hallave të mia. Dhe ka thënë dhe kam edhe tokë aty. Dhe Vjeri ka thënë që ti tokë aty nuk ke. Nëse varrezat janë të hallave tua, ne nuk e dim se të kujt janë. Nëse ti thua që janë të hallave tua, hajde rrethoj, mbaj varrezat, nuk ti prek njeri, siç nuk kemi prek për shekuj, nuk do t'i prekim, por tokë aty nuk ke. Dhe kjo ka qenë gjeneza e problemit. Zotria në fjalë që ka falsifikuar letrat është person me ndikim politik, është drejtori i Partisë LSI-së Malësisë Madhe dhe drejtori i hipotekës Malësisë Madhe, ish drejtori i hipotekës Malësisë Madhe. Normalisht, duke patur akses tani komunitetet vogla janë ato, një njeri që merret me politikë në një fshat, një njeri që ka një pozicion drejtues në një fshat, është njeri që ka influencë në atë zonë. Ka influencë dhe ka aksese. Dhe ai ka përfituar nga gjitha këto aksese dhe kjo influencë për të falsifikuar letrat në favorin e vet. Pastaj këtë pronën ja dha kompanisë Scanner 2 për ta zhvilluar. Normalisht në moment që mori certifikatën e pronësisë brenda 11 muajve proces gjyqësor, ndërkohë që ne jemi me vit pas kanë qenë. Po, ai e mbaroi 11 muaj, ndërkohë që ne zvarritemi me vite dhe nuk e mbyllim dot një proces gjyqësor. Ne kemi 11 muaj dhe akoma s'kemi zhvilluar seancën e parë gjyqësore, ai e mbylli në apel për 11 muaj. 1500 lum tokë i mori për 11 muaj me pretekstin me prezumim. Me prezumim dhe thotë këtë pronë se pretendon askush tjetër, ndaj prezumojmë që është e tij. Po harroi gjyqtarja që paralel me këtë çështjen ishte në trup gjykues në një çështje tjetër, po prapë për atë pronë, për fisin Mala që fitoi gjyqjen para një muaji. Do thënë kjo gjyqtar Vësava Kola ka qenë kryetare e grupit gjykues, trupit gjykues për Fatmir Shpezën, po ka qenë edhe antare trupit gjykues për fisin Malaj. Po kjo gjyqtar nuk pyetin ATP, a ka një dosje që po trajtohet për këtë zonën? Nuk pyetin gjykatë Shkodrës a ka vendime gjykate për këtë pronë këtu, se ne kemi procese gjyqësore të fituara gjitha fiset, dosjet i kemi në ATP. Dhe mori Bashkimula për ta zhvilluar resortin, normalisht një resort shumë i bukur, dhe të gjithë ne do jemi shumë të lumtur që vendi jon të zhvillohet, por nuk mund ta zhvillosh duke më përjashtuar mua. Dhe nuk mund ta zhvillosh tokën time
me mua për jashtë. Kjo është plaçkitje pastaj. Çfarë përfaqëson Riolli për ty? Për te hartave, dokumentave, çfarë lidhje ke ti tamam? Lidhje shpirtërore, tani po më rënqet trupi që më bërë këtë pyetjen, sepse kur kam pa dokumentat për herë të parë, vetmja gjë që kam thënë burrit edhe kunetëve të mi, por nuk vjen gjynaf për mundin e babit tuaj që ka bërë gjitha këto dokumenta që keni lënë vazhdore pa erë mrapa, pa vazhdu me erë mrapa, sepse vjerrim është marrë shumë atë tokën. Dhe normalisht duhet që ishte ndjeku ai ritëm dhe mbase nuk do ishim në këtë fazë, po kështu kanë ardhur gjërat dhe besoj që i detyrohem amanetit vjerrit tim edhe tim biri shumë. Në këtë mes atyre dyve, ajo është tokë që vjerri im e ka mbrojtur me shumë sakrificë për ta gëzuar fëmijët e vet edhe në fund niprit e pesat e veta. Kështu që nuk doja fal tokën e glau për ta skujt. Gjatë këtyre përplasjeve, cili ka qenë momenti më i vështirë për ju, si fizikisht po edhe emocionalisht? E kam thënë edhe herë tjetër, emocionalisht ka qenë ditën që kam dëgjuar deputet në parlament duke qesh për Riollin. Pa bindje politike dhe pa ndikime politike, ne kemi hapur derën çdo kujt që ka ardhur na mbështet në Rioll. Gjithë faktorëve politik, të majtë, të djathtë, dhe jemi shumë rinjohës atyre që kanë ngritë zërin për Riollin. Një nga këto personazhe ka qenë Agron Shea, që realisht e ka ngritë shumë, ashtu siç Lëvizja Bashke ka ngritë zërin shumë për Riollin. Një ditë që Agron Shea po përmonte Riollin në parlament, një fragment kur një prej çunave tonë është godit nga një punonjës i Berçani Security, ai përmonte Riollin dhe deputet e pozitës qeshnin. Ishte shumë, për mua ajo ka qenë e dhimbshme, sepse unë e di që kur shkoj në Rioll kam aty 5-6 fugona policie, mund të shtyhemi, mund të rëzohem, mund të vritem, të gjëra që ndodhin, po dhe mund të thotë një fjalë më tepër, po dhe mund të jetë gjë kështu dhe i pres. Po të shikoj ata që janë zgjedhur nga ky popull për t'i përfaqësuar dhe për ta bërë Shqipërinë që qeshin me hallet e shqiptarëve dhe me situatën ku kanë delendisur këtë vend, ajo realisht më ka dhimbë shumë. Edhe realisht shpirtërisht kjo ka qenë dhimbja më e madhe që kam aty jam ndjer shumë e braktisur. Jam ndjer komplet vetëm edhe jam ndjer shumë e tradhtuar nga Shqipëria jonë. Po frikë e patur? Të them jo gënjej. Ka momente që mendon që ke një fëmijë, ke një familje, që ti po flet ndoshta më shumë se ç'duhet, që po përmend ca emra më shumë se ç'duhet, që dikujt do ja ke shprish pak Terezin, Rehatin, dhe mendon që jetojmë në një vend që i forti triumfon, dhe mendon që ndoshta një moment edhe mund të përballesh me këtë forcën, por që kam thënë që kam të drejtën me vete dhe besoj që mbi atë lart nuk jemi asnjë dhe besoj që atë kam me vete se jam në të drejtë Zotit. Kush janë sipas teje aktorët kryesorë që po tentojnë të marrin këtë toka? Shiko, thashë theme ka shumë. Thashë theme, ne qeshim njëherë se çdo gjë që ndodh në Shqipëri, o e ka Sali Berisha, o e ka Ilir Meta, o e ka Edi Rama. Po na vjen e rrada neve. Këto janë thashë theme që kemi gjithmonë. Unë nuk e di kush është mbrapa, unë di që ka një emër Fatmir Shpeza që ka falsifikuar letrat, që ka marrë 1500 lum tokë mbi veten, pa vëllezër, pa motra, pa fëmijë xhaje, pa halla, pa fëmijë xhaje babi, mbas 4 brezve ka trashëguar vetëm Fatmir Shpeza një pronë për 1500 lumsh, sipas pretendimit të tij. Normalisht ashtu themet në gjithë Shkodrën, se Shkodra vend i vogël është, flasin për një personazh të botës krimit që ka qenë nga mbrapa. Unë nuk dua ta përmend sepse nuk e kam emrin e tij në asnjë dokument. Në dokumenta kam emrin e Xhavahir Mustafës dhe Naim Ahmetajt. Njëri nga këta ka qenë drejtuesi i hipotekës së Pukës dhe kjo pastaj normalisht e bën situatën pak edhe më prit pak se çfarë ndodh, dy drejtuesi hipoteke morën tokë, u bën pronar gjithë titrulli si ku tek, kjo është gjë që duhet ta gjurmoj prokuroria, nuk e bëj dot unë. Pastaj Gener Dyshi presupozohet që është një zhvillues, është një investitor që ka marrë këtë pronën për ta zhvilluar në bazë të një certifikat pronësie të lëshuar nga institucionet e shtetit shqiptar. Dhe na erdhën fjalë që Bashkimi Hulaj po tenton të blejë tokë aty, duke qenë se dhe po ndërtonte rrugën nga Shëngjini në Rioll, dhe realisht i kemi bërë një mesazh. Përgjigjja ka qenë shumë korrekte nga ana si investitor, unë jam investitor, tha unë nuk plaçkis prona,
Në qoftë se ju keni probleme pronësie me fatmirëshpesën, duhet ta zgjidhni me atë, tha, në institucione ky shtet ka institucion drejtësie, gjykata, duhet drejtoni atje, tha, dhe unë tha nuk ja ha hakun askujt, tha, në qoftë se del prona juaj, ju do merrni atë që ju takon. Por sjellja që bën sot policia e shtetit në pronën tonë me një reagim shumë të madh nga gjithë komuniteti, më lë shumë për dyshuar që këtu nuk është vetëm fatmirëshpesa dhe nuk është vetëm një kontratë zhvillimi e pastër pa ndikime të tjera në hije. Po tani që e bërë simboli i kësaj rezistence, si po e menaxhon famën? Se unë një foto nxjerr nga spaku me një cep floku edhe nuk përmbahem. Po ti? Më thënë, ditë e para, realisht mbështetja ka qenë shumë e madhe. Edhe kënaqësia, edhe nga kjo mbështetja dhe merr të forcë pa gënjeshtra. Kur kam parë që foton time ka postuar Lolita i Jetar Shqef, wow, ato faqe që ti nuk e di kush është mbrapa, por që i ndjek sepse shikon gjatë gjithë kohës një realitet shqiptar nëpër to dhe shikon që një moment ti je aty te ajo faqe, tek ajo faqe që shokët e tu deri dje shikojnë gjatë gjithë kohës për të marrë lajmet e fundit, është kënaqësi, pa gënjeshtra, dhe mbështetja që kemi marrë ka qenë shumë e madhe. Kur po vija rrugës në makinë, më mori një zonjë telefon, 80 vjeç, jetonte në Greqi, më origjinë nga Velipoja, kishte qenë mami e Velipojës, edhe po më përgësonte, po më komplimente nga nuk e di, domethënë edhe normalisht që ndihesh mirë. Por i them vetes që normalisht unë duhet të rri me këmbë tokë. Kjo është, unë nuk kam shkuar aty për të marrë famë, nuk kam shkuar për të marrë si atribut tjetër përveç se për të fituar të drejtën tonë, që besoj që është drejtë legjitime në çdo qytetari drejta pronës. A je ndjerë ndonjëherë e keq kuptuar nga media ose ndoshta pak e romantizuar më shumë se ç'duhet? Po, e romantizuar më shumë se duhet, po, heroina Arjollit, Nora Kelmenit, Shoto Galica, një ditë kisha dëgjoja një fjalë, se më duket absurde që ta them, më krahasonte mua me Margarita Thatcher dhe më duke o zotë për këta seriosisht e kanë gruaja e hekur. Dhe më thasë, nuk shkon në atë nivel, unë po bëj një rezistencë për të mbrojtur të drejtën time. Kam qenë gjithmonë kjo natyrë që kam reaguar ndaj padrejtësive, por në këtë moment që më trokiti nder dhe më trokiti shumë fort, absolutisht që doja të reagoja. Tani gjithë kjo mbështetje të vë dhe para pozitës dhe thua tani mos po bëj gabim këtë gjë, mos po them. Jemi keq kuptuar vetëm një moment nga media, jo unë, por Prekmolla, që është një tjetër simbol i protestës tonë, është një person që ka luftuar shumë fort për pronën e Rjollit. Ai ka një pjesë të pronës vetë bashkëpronar me 13 fiset që është brenda këtij 1500 lumshit ku do ndërtohet resorti. Dhe ka folur shumë fort me thënë drejtën dhe ka qenë ai zëri i parë i banorëve dhe i gjithë neve. Dhe simboli i asaj proteste. Është shprehur në një moment për një çështje që është keq kuptuar dhe është keq përdorur në gjitha mediat, dhe është kthyer çështja në çështje fetare. Duke qenë se ajo gjeneza e këtij problemi janë ca varreza që ne kemi pas në borën e shtëpisë, varreza me shkrimë otomane, që ne nuk e dinim të kujt ishin, dhe ai personi ka pretenduar që këto janë varrezat e të parëve të fëmijë. Ne jemi të besimit katolik i gjithë fshati, por në kjo nuk na bën neve që çështjen tonë të pronësisë ta kthejmë në çështje fetare, sepse ai personi është musliman. Unë kam thënë dhe më përpara, një hajdut nuk është as katolik as musliman, është hajdut. Dhe po t'ishte katolik, dhe po t'ishte musliman, çado hebrej, hindu, çado lloj besimi që të kishte, një hajdut është hajdut dhe kjo nuk e kthen çështjen në çështje fetare. Kjo është një çështje e pastër pronësie. Dhe më vjen shumë keq që disa njerëz nga besimet fetare muslimane janë prekur nga ajo deklaratë e Prekmollës, që ndoshta dhe nuk është nuk do ta justifikoj fare, po ndoshta nuk e ka thënë në atë kuptim që që çështje fetare. E ka thënë për treguar historinë, se historia ashtu është. Aty janë i gjithë komuniteti katolik dhe vetëm këto varrezat janë muslimane dhe pse nuk e kemi njohur ne këtë zotërinë që jetonte këtu mes nesh. Kjo është gjithë ajo që ka dashur toj preka. Pavarësisht se ne nuk kemi persona që rrim çdo ditë media, ne nuk kemi persona që jemi çdo ditë për intervista. Normalisht që ne dhe mund ta themi gjë më shumë, apo mund ta themi gabim, apo ndoshta se gjem fjalën e dur, se ne fshatarë jemi funditës. Të drejtën fshatarë artikuluar, nuk e di pse ju ka ngel fshatarë se zonjë. Tani, unë jam vetë fshatare nga Vizkuqe, që të kuptohemi, por po të vinë nesër ndonjë oligark
për shembull Samir Mane, po them atë se kemi edhe të zonës, edhe të na marrë tokën, unë maksimumi që do bëj në status në Facebook, se kaq që kemi mundësinë. Ndërsa ti del përballë makinerive. Jo vetëm unë. A ndjesh vetëm? Jo, nuk ndjem vetëm. Nuk kam qenë asnjë moment vetëm. Jam çdo ditë me gjithë bashkëtarët e mi. Ne kemi bërë ditën e parë që kemi bërë si rezistencë fort, ka qenë dita që ne lajmëruam që do jenë protestë gratë dhe fëmijët. Aty kam pas çunë tim krah. Edhe kemi fik betonierët. Gjë që mbrapa na u sterollu shumë, morën presione që do vjen gjoba e madhe, keni prish betonierët, atë thashëm mos i gjë është betonierja, i kanë prishin betonierë, ai po merr gjithë tokën. Dhe pastaj që kam marrë shumë e honë, që ka qenë gjë shumë e vogël, që në momenti që unë kam hip te kova e Fadromës, sepse ai po bënte, ndërkohë makina shumë, kur ne shkojmë aty, shumë prej punëtorëve fikin makineritë dhe na respektojnë, se e kuptojnë situatën tonë. Punëtorë thjeshtë janë. E kuptojnë situatën dhe respektojnë. Ky zotëria nuk po fikte makinën dhe unë që marr pak rërja kam hedhë te xham. Nuk reagoj dhe mori kovën e futi për të marrë prapë rën. Ndërkohë që ishim aty, isha unë edhe një zonjë tjetër me mua, edhe do ta ndezësh në dizë tani. Edhe hypa unë te kova, jepi në dizë po deshe. Po nuk ka qenë shumë e natyrshme, të vjen natyrshëm në ato momente. Nuk është vetëm kjo, ne gjitha aty ka shumë gra që kanë bërë veprime vërtet heroike, që kanë rezistuar vërtet shumë për të mbrojtur atë pronën, që kanë reaguar, që kanë bërtitur, kanë treguar të vërtetat. Po ai ka qenë një moment që ka marrë shumë jehon. Edhe ka qenë vetëm një moment që një nga punëtorët e Genër Dyshet na ka ofenduar dhe thash unë ula nga kova dhe thash sprit nga makina se shko te kolegët tuaj. Thash unë jam bestime, nuk të prek njeri se në të vërtet nuk jam prek asnjë nga punëtorët nga banorët. Tha po i ku keni bes ju. Domethënë nuk e di po. Okej, thash. Vazhdo. Me të prek aty ku nuk duhet. Sa të bashkuar janë banorët e Rrjollit në këtë betejë? Deri tani jemi shumë bashkuar, jemi gjithë bashkë, pavarësisht se në numra tani në protestë jemi më pak, po nuk jemi se nuk duam. E vërteta është se një pjesë e mirë janë penalizuar nga gjykata që mos të vinë, mbas një proteste të madhe që u bë që thyn ca xhama makinerish, u proceduan penalisht dhe gjykata vendosi që ata të mos vinë më në kantier. Domethënë masa sigurisht është detyrim paraqitje dhe mos vajtja në kantier, zona kantierit. Ata nuk vinë dot, dhe normalisht reduktohet se janë mbi 15 veta që nuk vinë dhe janë nga ta personat më aktiv. Tani unë ca çuna tri dhe pleqët e fshatit që shkojmë, kaq kemi ngel. Se pjesa tjetër po erdhën, pastaj shkojmë për burg direkt dhe ne absolutisht nuk e duam këtë. Ne duam që drejtësia të bëjë punën e vet, ne nuk duam që ta bëjmë me forcë. Po kisha qenë për me forcë, do kisha qenë në mënyra tjera dhe ne dim gjithë shumë mirë që ka mënyra tjera. Ne po bëjmë një rezistencë dhe një thirrje ndaj drejtësisë që të bëjë punën e vet. Po mbështetje nga pjesa tjetër e shoqërisë shqiptare ndjeni? Po, absolutisht që po. Ne kemi pas komunitete tjera që kanë ardhur në Rrjoll për na mbështetur, na kanë ardhur në protestë, shumë nga shumë komunitete, por kemi patur dhe disa takime me komunitete të ndryshme që kanë probleme me pronësitë. Kemi pasur takime në Durrës, në Kurdari, në Pogradec, në Dibër. Tani po flasim për një takim në Kolonjë, sepse dhe atje është një problem me parqet fotovoltaike që pas kanë plas masivisht dhe unë nuk e dija që kishte kaq shumë. Po keni te zona jonë. Edhe atje po ju marrin tokë, kështu që do vish me protestu atje me ne tani. Ne maksimumi ju themi t'ju vi rënd. Nuk është ashtu, domethënë shqiptarët do të reagojnë. Shiko, Kurdaria për shembull kishte shembull shumë i mirë që nuk kishin leju që të bën 1 centimetër punë ata, me rezistencë qytetare. Me rezistencë qytetare dhe bravo ju qoftë. Ne nuk e kemi arrit dot atë pikën sepse policia është shumë e madhe në Rrjoll, është shumë e madhe dhe ata përdorin dhe një taktik tjetër, se u prish rruga dhe erdhën gjasme për të rregulluar rrugën edhe ulën fillon punimet, policia ka qenë shumë agresive, nga 15-20 veta shoqëruar çdo ditë, pastaj po morë 15-20 veta, ne 40-50 vetë bëhemi gjithsej, thyet protesta për atë ditë dhe ka qenë e vështirë për ta marrë me forcë. Nuk kemi dashur të bëjmë asgjë, se kemi parë në jug që ju kanë dalë policave me gure, me shkopinje gjitha, kjo nuk ka ndodhur asnjë ditë në Rrjoll. Dhe unë jam shumë krenare për gjithë cilën qytetarë që kanë bërë banorët e Rrjollit, pavarësisht hallit madh që kanë. Po nëse kjo tokë do të mbetej në duart tuaja, si imagjinoni zhvillimin e saj? A jeni kundër çdo lloj investimi apo pro një zhvillimi që respekton banorët dhe historinë e zonës? E ke thënë fiks,
pro një zhvillimi që respekton banorët dhe historinë e zonës. Realisht vjet ishim me Xhajën e burrit tim edhe po bëm një kështu bëm hartat bashkë me 5 fise që jemi, domethënë që na prek projekti, bëm harta që duke menduar që mund të ndodhte diçka, thamë ti kemi harta që sidoqoftë, domethënë tani dhe me teknologjitë e reja, sepse ne kishim ca harta të vjetra, për shembull ne kishim 96-s të toka jonë. Dhe donim që t'i bënim harta tani satelitore të sakta që çdo gjë që të ndodh vjen topografi me GPS i përcakton ku është kufiri gjithë secilit. Dhe çështja më vjen e thash, shikoj atë gurin atje, është një shkëmb mbi rrugën, do thënë te toka joni bie, edhe i them atë tu një shtëpi druri me komplet fasad xhami, zgjosh në gjesi maqinakam, me fasad xhami, zgjosh këtë pamje në detën, se është vërtet pamje fantastike. Edhe unë ashtu kisha menduar atë vendin dhe realisht në ëndrat e mia ashtu do të jetë Rjolli, do të jetë një vend me ato pemet e paprishura, sepse ka qenë një pyll shumë i bukur. Unë kam prekur gjithë atë zonën me këmbë dhe kam parë vërtet shumë e bukur me ca pellgje ujit, se nuk po m'vjen emri që kanë gjeografikisht, por shumë bukura, edhe mendoja që aty duhet kishte shtëpisa druri, shumë ekologjike, në simfoni me natyrën, ndoshta në një gjë guri, siç kanë qenë ato kullat e vjetra të parëve tonë që kanë jetuar aty. Me ato puse që ne akoma kemi puset, për shembull që shmar uji, me ato puset të shpërndara në përgjithë atë zonë. Domethënë e mendoja ashtu dhe besoj që do kishte qenë shumë atraktive dhe për turizmin, por qeveria ka vendosur që aty të bëhet një resort super luksos. Kështu që Po tani çfarë pret nga drejtësia shqiptare në këtë situatë, nga ato prokurorët dhe gjyqtarët e mi për shembull, se mbasi ua them dhe unë ndonjë gjë me zërin tim tashmë të rregulluar. Ti mund t'i thuash prokurorëve që thjesht të bëjnë detyrën dhe të nxjerrin të vërtetën në dritë. Unë kam thënë herën e parë që kam qenë parë prokurorit Shkodrës dhe i kam thënë nuk kam nevojë as për nder, as për favore, as për mëshirë. Dua vetëm drejtësi. Dhe besoj që po hetua siç duhet çështja. Po vu drejtësia në vend, ajo tokë është e rrjellorëve dhe këtë se lot topi. Dhe në qoftë se drejtësia do bëj punën e vet, ekspertat që do bëjnë aktet e ekspertimit do bëjnë punën e vet, do dalin në dritë e vërteta dhe edhe banorët e Rjollit do shkojnë në shtëpi të qetë e do gëzojnë atë pasuri që kanë lënë me mund të sakrificit të partë të tyre. Çfarë mesazhi ke për çdo qytetar që ndjen pa drejtësi, por që heziton të reagojë? Besoj që shqiptarëve historia, diktatura, ja u ka vrarë shumë shpirtin e reagimit. Dhe unë shikoj tek brezit prindërve tanë që kote keni, për shumë babi im thot, po qa, s'është kjo mënyrë, thot, ajo është të marrësh pushkën, thot, atje shkosh, më thënë, kjo është mënyrë për të reagu. Ndërkohë që një reagim qytetar, një reagim paqësor, mendoj që nuk zgjidh asgjë. Punë besoj që bën shumë punë. Dhe besoj që shqiptarët po të ngrihemi sa herë kemi halle, sa herë halli troket në derën tonë, Shqipëria do ishte tjetër vend, se nuk është hall vetëm prona. Hall është edhe taksa, hall është edhe çmimi i naftës që ka shkuar në stratosferë tani. Po hall edhe është drejtësia që nuk ka funksionuar, po hall është edhe ai spitali që nuk funksionon, po hall është ai doktori që duhet t'i japësh 10.000 lekë për të kuruar mamën apo për ta vizituar. Të gjitha këto hallet tona janë. Dhe le të ngrihemi gjithë për hallin tonë, ta bëjmë këtë Shqipërinë tonë të bukur që na ka falë Zoti, se besoj që ja vlen shumë më shumë të jetojmë në këtë Shqipërinë tonë të bukur, me ca halle të përmirësuara se sa emigranta në çdo vend të botës. Si është fundi e kësaj betejë dhe çfarë do ishte për ty një fitore vërtet? Fundi i betejës është që rrjellorët do fitojnë pro natyrë. Kjo është pak po e sigurt. Nëse drejtësia shqiptare nuk do flasë siç duhet, nëse drejtësia shqiptare që nuk dua ta paragjykoj absolutisht, po marrim shembullin më të keq, do korruptohet, do influencohet. Ka drejtësi ndërkombëtare. Dokumentat që ne kemi janë dokumenta të vjetra origjinale dhe ne jemi absolutisht të bindur që nëse drejta do funksionoj, ato do tregojnë se kush ka të drejtë. Dhe që do fitojmë. Një gjë kam që më ka ngel kështu, po nuk është se është zyrtare, doli një lajm që kryeministri pas ka thënë që banorët e Rjollit i kanë letrat e falsifikuara. Në fakt, të nesër kisha një intervistë dhe e thash unë që kështu po tham, shiko se nuk është se është lajm i mirëfillt, sepse ai nuk ka dalë një deklaratë për shtyp, nuk është një deklaratë zyrtare, është më tha njëri që ishte brenda mbledhje mua që kështu tha kryeministri.
Dhe duke qenë kështu nuk e besoj, nuk dua ta besoj, që Kryeministri i Shqipërisë ka marrë kompetencat e ekspertëve, prokurorëve, gjyqtarëve dhe ka arritur në konkluzonin që ne kemi dokumente falsifikuara, sepse ka një gjë. Ne kemi një vendim prokurorie ku është paditur prekmolla për falsifikim letrash dhe prokuroria ka vendosur pushimin e çështjes mbasi ka bërë hetimet dhe ka arritur në konkluzionin që dokumentet e prekmollës janë origjinale. Ne nuk e kemi pas të nevojë për pjesën e dokumentave të mia, por që dokumentet e rrjedhorëve nuk janë falso dhe kjo është shumë e rëndësishme dhe dua që kjo të dalin në dritë e para, dua të dalin në dritë që prona është e rrjedhorëve absolutisht dhe që kjo çështje është çështje pronësie dhe nuk ka lidhje me fesë, po ama si gjë tjetër. Unë pyetjet e mia I mbarova. Shumë faleminderit. Ishte kënaqësi edhe për mua. Shumë faleminderit për kohën.